يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet ja dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu Azza wa Jall kur i përmendi njerëzit e dijes ta, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Vërtet njerëzit e dijes i kanë frikë Allahut Azza wa Jall. Ata që vërtet e njohin Allahun Azza wa Jall, e kanë frikë Allahun Azza wa Jall, kështu tha Allahu Azza wa Jall. Pra Allahu i madhreshëm i bëri lavdata njerëzve të dijes. Gjithashtu edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i bëri lavdata kur tha men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Kujt Allahu ja don të mirën, ja mëson, i jep dije, ja mëson fejen. Pra ky dini islami ka dhënë shumë përparësi, shumë vlera, pozit njerëzve të dijes. Dhe atyre që mirën me dije, që mirën me lexime, me studim dhe mësime. Na tregoi pejgamberi alayhi salatu wasallam një herë për herave, një hadith që vjen për Uqbën ibn Amirit, radiyallahu anhu, dhe hadith në Sahih Muslimi dhe vendet e tjera me versete të ndryshme është hadithi. I vërtet, tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, një ditë për ditëve dul dhe i po shokët e tij një numër i madh i shokëve që disa kishin bo hijret prej Mekës e disa prej vendeve të tjera s'kishin shtëpia, por rrishin xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ato rrishin, ato banojshin, kush bajke rahmet në kush mja dhona i tru, mi pru diçka me ngronë ose me pi. Dol një ditë për ditëve dhe i tha pejgamberi alayhi salatu wasallam atyre shokëve që ishin, i kanë thonë ehli sufa, atyre që ishin xhami. Edhe i tha pejgamberi sallallahu atë ju tregoj diçka. A ka në njëri për juve që dën me shku deri te Buthan ose ila al-Aqiq, një dy vende mund jo shumë larg qendrës xhamisë pejgamberit, shumë afër xhamisë, po kanë një dy vende që u majke një lloj pazari, një lloj tregtie e deveve, çështu u majke një lloj tregtie që u shiçin u bleshin devet. Tha, çka ja mërmendja juve ju shokët e mi? A dëshiron ndonjëri për ju me shku deri te çaj vendi tregjeve që ato Buthan ose al-Aqiq që ato? Tha, edhe si që shkën, mu këthy me dy deve në shpi. E për ato dy deve, as mës me him bela me kërkan, as mës me bone shkputjet lidhjeve farefisnore, kërejt qëtë thjesht me shku dhe më ardhë. A këshi pas qëfë qështu? Shok të pejgamberit alayhi salatu wasallam, po i dërgumi Zotit, qështu kena qe vëlla po, se dy deve, bile a tha, dy deve të mëllaja të majme. Ato kanë pas shmim dhe hale kanë shmim të lartë nësë është deve e madhe e majme. Tha dy deve qasi. Ata ke sahabi që ishin ato në xhami, thanë, po i dërgumi Zotit, qështu valla kena qep. E qysh mja bo? Tha pejgamberi po t'ju tregoj po diçka që është henez ma e vlefshme tek Zoti, ka opozit më të madhe tek Zoti, se sa që shkon në treg edhe pas një behane, pas një problemi si e dy deve në shpi. Cila është e tha? Kur qohën në sabah, tha që kur t'ju del gjumi, në kohën e duhas, ush për me në kohën e duhas, pa në dhe në kohë tjera, tha, kur shkoni në xhami, ose ju qeni, kur t'heni këto, tha, nes nja lexoni veç dy ajete. Lexoni. Jem të folë për çka? Sa Allahu ja ka ngrit pozitën leximit, mësimit, studimit. Edhe i tha, lexoni, tha,
ose mësoni përmendsh, ose veç lexoni 2 ajetet Kur'anit. A e dini thasi që ato 2 ajetet që ju po i lexoni kanë vlerë më shumë se 2 deve të majme. U çudit e sahabët. Tha nëse ju e shtoni një ajet, i bani 3 ajete, tha është si 3 deve mi për unë. Veç me do deti, pa e lodhë kërkan, pa e stresu, pa hinë armisi, veç me hinë gjami, i lexon. Sa ka vlerësu Allahu leximin tanë, që im të fu na përdijen. Tha po nëse 4 ajete i lexon, ose mësë përmenç, ose si 4 deve me i prum prej vendit pazarit ku bëhet të tregu i deveve. Kështu po e vlerësoj, ose sa ma shumë që ti lexon ajete, aq barazohet me numrin e deveve. Një bafshë edhe 100 ajete vjen i lexoni, mësoni, studion, sa me pas ti vlerëson tek Zoti, sa ti me i fitu 100 deve. Kështu pra Allahu Azza wa Jall përmes pejgamberit alayhis salam na tregoi se sa vlerë ka leximi jot, që mirësh me lezu dhe mësimin e fesë dinit islam. Apo vrejnë sa vlerë paska. Nëse ti e kop një libër e lexon, në atë libër je duke mësu dinin e Zotit, në ato është një ajet, një rand gjësërani, amo kaq shpërblimi, kaq vlerën e paska. Në tregoj me i vend tjetër, pejgamberi alayhis salatu wasallam në hadith që sjell Muslimi, që vjen prej Abu Umam al-Bahiliyut. Tha se një ditë për ditëve, e ndëgjova pejgamberin alayhis salatu wasallam duke thonë: "Iqra'u al-Qur'an, fa innahu yati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi." I tha shok vet, o ju shokët e mi, lexoni Kur'an, lexoni, jem të fol sa e vlerëson dini islam leximin tan. Dini sa e vlerëson. I tha pejgamberin këtë vend shok vet, o ju shokët e mi, lexoni për Kur'an, lexoni. Tha se leximi i Kur'anit që ti e ban, Kur'ani tashti ka me të ardhë shefat, ndërmjetësues për ty në ditën e gjykimit. Ti që mirësh me lexuat Kur'an, ti që mirë me studiuat Kur'an, ti që mirësh me mësuat të din, a i Kur'an, tha pejgamberi, vjen shefat për ty në ditën e gjykimit. Tha pejgamberi, por meseleni me kaq, lexoni surën Al-Baqara, edhe surën Ali Imran, di surët para të Kur'anit. Beli tha, nëse këtu i lexoni, kërejt teksti, hadithi çka po na nxit, po na nxit në lexim, po na nxit në marrje të dijes. E mos me nejt dur lidhura, sytë mbyllur, kur mos me qeli liber, kur mos me hopat Kur'an me këshyr, me studiu, me mësu që ka thonë Zoti, kur mos me hopat të hadithet pejgamberit, çka pas ka dosh pejgamberi me thonë, ose Allahu përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo kështu. Ndërsa tha qitu 2 surën, Al-Baqara, Ali Imran, mos i leni tha pa i lexu. Lexoni, të leximi para nxit. Tha se nëse ju i lexoni, a di çka ndodh ditën e gjykimit? Në ditën e gjykimit tha pejgamberin këtë hadith, tha në ditën e gjykimit kanë me të ardhë si 2 ra, që është afru dielli në ditën e gjykimit, temperatura është rrit shumë, dielli është afru shumë ofër, edhe ato bëhen si ras të ato që ke lexuti në këtë dunja. Për Al-Baqara, Ali Imran, leximi sa pas ka dobi e përvren, dëvin bëhen si 2 ra, ose si 2 hije, tha, ose vjen si një lloj zogu, që ai lloj zogu tash na që i shufmi, fluturojnë këtë bashkë, tufjan. Edhe ajo qatë shumë janë nga flotrat i prekin njëni me tjetën, so që e bojnë hije ka kalojnë. Ta këtu 2 sure, ose të bëhen si 2 ra, ose 2 hije, ose të bëhen si kësi lloj zëgji, që ta nalin ty temperaturën e diellit që vjen. Jo veç kështa, po lexoni këtu, tha se leximi i surës Al-Baqara tha është bereqet. Me lanë leximin është humbje dështim. Me lexu tha është edhe armë e fortë kundër sihirbazëve, kështu na tha pejgamberi alayhi as-salatu wassalam. Pra po e vreni se sa e vlerësoi leximin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo veç kaq, po ti që mirësh me lexim, se më që është shumë e vlefshme leximi, dia, studimi, është me vlerë, mirë po edhe mos quarja në vend, e asoj çka e ke mësu, është edhe rrezik. Sa është knena e mirë, por mos veprimi i saj, mos quarja në vend është rrezik. Sa tha pejgamberi alayhis salam. Një hadith që sjell Tirmidhiu dhe të tjerë.
Dhe edhe Imam Tirmidhiu ka thonë është hasen, edhe Sheikhul Albani edhe të tjerë. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Men su'ila an ilmin 'alimah, thumma katamahu, uljima yawm al-qiyamah bilijamin min an-nar." Nëse ty Zoti ta ka mundsu, po studion, po mëson, ke arrit, ka ordi, elhamdulillah, por që vjen njëri të pyet, edhe ti e mshil gojen edhe nuk i përgjigjesh, a di çka ti ban Allah pse kem shef dijen, sa e vlerësoj dijen Zoti, pse kem shef dijen, që ajo dije s'është vetëm për ty, por është edhe për të tjerët, veç pse kem shel gojen tënde, e se ke thonë qatë dije, Allahu tha pejgamberin ditën e gjykimit, ta vënon një fren, freni është i zjarrt. Pse? Për shkak që dijen e shtrejt, dijen senin më të mirin. Nuk ja ke thonë njerëzve, kur ata të kënë pyet, Allahu ta vënon një fren të zjarrt ditën e gjykimit. Ndërsa për këtë arsye, aq ka qenë e rëndësishme marrja e dijes dhe aq ka pos vlerë të parët. Njëherë për herave tregon nxënësi i tij El Muzenni, thot nxënësi Imam Shafiut. Tha njëherë për herave na tha Imam Shafiu, një imam i madh i të parëve tonë që na kena referencë kena atë. Dhe than Imam Shafiu tha, a e dini tha se si e ndi tha, çfarë shpresa, çfarë qefi tha, kam one kur e një fjalë të re në çështje të dinit të dijes që se kam ditë. A e dini tha çfarë? Tha qeti që unë kam është se kur të nini diçka të re që se kam ditë ma herët, kam qef çdo gjymtyrë trupit tem me pas ka një vesh. Dora me pas një vesh, komba një vesh, syri një vesh, edhe goja dhe krejt trupi çdo gjymtyrë ta me pas ka një vesh. Pse i than kështu? Për shkak se aq po nin kënaqësi veshi jam. Kur po vjen diçka e re që po nin fe që se kam ditë më herët, aq po nin veshi kënaqësi e po kanë qef ke gjymtyrët e mia të trupit, të kënaqet çish po kënaqet veshi. U çuditën nxënësat e tij. E i thanë o imam, a ka mundësi ti me na tregu se e çysh e kërkon ta ti dijen? So je interesu mas dijes me që kështu, pas kanë ndjenja veshjet, çysh e kërkon? A di si tha Imam Shafiu? Tha une, e kërkoj dijen, çysh e kërkon një non, e cila ka humbur një djalë që e ka të vetmin djalë. Dhe i kanë tregu asoj nonës që qëtë zonën dikun është djallit, dikun e kemi pa. E ajo nona ta paramendone se si vrapën, ajo nonë me gjithë këtë fush një këtë fmi, se e ka të vetmin një jetim, s'ka as djallë tjetër, as qik tjetër, më veç që thonë. E lëgërit qashtu qysh ngan ajo, qysh nuk e këshyra po lodhët as po lodhët, aja ngan her me një sokak, her me një sokak, me gjithë fmine vetë, qashtu tha, une ngoj mas dijes. Si të marveshi me një sokak, dikon që atje është një njëri dijes, tha une shkaj të ngoj të aja mja moti shkapi dijes. Nëse një qyshin e qytetit, shtetit krejt, shtet tjetër krejt, aja ka anë, kështu tash për tash janë shtetën veti, aja ka anë her atje të shku ka një njëri dijes, her me një shtet tjetër, për më shku me modi, kështu thonë e kërkoj dijen. Nëse bëjmë krahasim këtë veprim të këtij imamit të madh Imam Shafiut, llogarit nëse bëjmë krahasim me kohën tonë. O ju që më ngojt pas dijes, në kohën tonë, ju që na ngojmë pas dijes, po dija po ngan mas neve të kom të na vjen, edhe pritujna veç edhe veshin, mjelë, veç me ndëgju kështu. Pritujna me ndëgju Zotin au Zot ja Rabbel Alamin. Ndërsa atë shumë Allahu Azza wa Jall i ka ngrit e dijen dhe njerëzit e dijes, sa që dietarët banë një krahasim. Me një hadith pejgamberit alayhi salatu wasallam kur tha pejgamberi alayhi salam, la tasubbu dik fa innahu yuqidhu lis-salah. Hadithi është i vërtet, e ka sjellë Abu Davudi, Ibn al-Qayyim ka thonë është i vërtet dhe të tjerë. Ndërsa në këtë hadith, atë çka tha pejgamberi, kur të kënon knusi, gjeli, kur të kënon mëngjes, mos e fyni tha. Knusin mos e fyni. Pse? Tha për shkak se ai ju ngjall, ju çan juve për me fol sabahin. Këtë të mirë për bajka, këtë dobi e paska, zëri knusit që po të qaj ka ty me fol sabahin, po bajka sebeb mu që me fol të sabahin. E pejgamberi tha, mos e fyni ato, thanë dietarët. Nëse bëhet krahasim, pejgamberi tha knusin, gjelin mos e fy, veç pse po të çon për më fol sabahin, si është puna një njeriu një dietari, që ai ta çon ty, e ta ngjall zemrën tënde, e ta kthjell dhe ta drejton rrugën tënde,
për tek Zoti i Madhërisëm. Si është puna për këta dietar që janë trashëgimtarët e pejgamberëve, që kena përmend më herët. Trashëgimtarët e pejgamberëve na përknusin gjelin që të çan vetë sa me fol sabahin, po do ka me pas kujdes mos me fy, mos mi thon fjalë të keqe. Po si ka puna atëherë than dietarët, me dietarët e cilët miren që janë trashëgimtarë pejgamberëve edhe që njerëzve jam mësojnë dinin. Ta tha Allah Azza wa Jalla në Kur'an: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan." S'ka njeri më të mirë, s'ka fjalë më të mirë se ai i cili thret në rrugën e Zotit dhe bën vepra të mira. Për këtë arsye, dietarët kanë qenë të kujdesshëm ndaj dietarëve të tjerë. Edhe na kanë mësuar neve se si do të jemi të kujdesshëm ndaj këtyre njerëzve të dijes, se Allahu shumë po i vlerësoj ka, pejgamberi shumë po i vlerësoj ka, pozitë më që i paskan, pozitë më në ditë gjykimit, pozitë më edhe në xhenet atje. Kërejt këtu than dietarët kujdes për tyne transmetuesi Imam Ahmedi thot: "Luhumul ulamai masmuma." O ju njerëz, ky Imam i Madh Imam Ahmedi, nxënës Imam Shafiu që përmenda më herët, po një herë me një kan tjetër dhe mësues i tij. Ndërsa tha: "O ju njerëz, gjaki, mishi i dietarëve është i helmuar. Mishi i dietarëve është i helmuar." Këtu Imam Ahmedi dhe imam të tjerë na mësojnë se kujdes kur është puna me nderin, me pozitën, me vlerën e djetarit. Tha ky imam: gjaki apo mishi i djetarëve është i helmuar. Men semmeha marid, veç kush e nuhat erën e mishit të djetarëve, ka musmu. E kush e shijon atë, edhe do të vdes krejt. Pra veç kush e nuhat, nëse jemi një rreth që po flitet për dietar, edhe ti vishrin që ashtu je ka e nuhat një tru, smunje mprite. Nëse ti janë nis pastaj, edhe flet, atër vdekje mprite. Kështu tha Imam Ahmedi. Ibn Asakiri, një për të parëve, thot vërtet, luhumul ulama'i masmuma. Vërtet, gjaki apo mishrat e dietarëve janë të helmuar. Wa adatullahi fi hatki astari muntaqisihim ma'luma. Edhe dini thot se vërtet Allahu ka dhënë betim. Allahu ka dhënë betim se kush janë ngus ati dietarët, kush janë ngus Allahut dietarët, kush i ngus dietarët, Allahu kam i poshtru. Të këqijat shesh kam ja qit, edhe ata kam i poshtru. Kështu tha Ibn Asakiri, për ta arsye kujdes prej doave të njerëzve të dijes. Nëse njeriu flet kundër tyre, kujdes prej doave të tyre. Pejgamberi na tregoi në hadithin që kam pas përmend Buhariut, që tha për njeriu në thjesht, tha pejgamberi sa: "Wa in sa'alani la utiyanna wa la in sa'alani la u'idhanna." Tha pejgamberi për njerëzit e thjesht, muslimanin e thjesht, devotshëm, kur të më kërkoj i dhon, kur të kërkon mbrojtje prej meje, për një dikujna, ka me mbrojt për njeriu e thjesht. Than dietarët, nëse është për njeriu e thjesht kështu, e si është gjendja për njeriu e dijes? Ata të cilët janë të dashurit e Allahut, ata të cilët janë trashëgimtarë të pejgamberëve, ata të cilët edhe melekën qiej i dojnë dhe për ta lutën, edhe peshqit në deti për ta lutën. Si është puna e ti me baj, me thonë: "E Zoti qafën ja theft ati që ka folë për mu. E Allah e aton në kështu ja bot." Si me ndën është pandaj e papranuar doja këtyre njerëzve të dijes? Pandaj të kujdesemi ndaj gjakut të njerëzve të dijes. Të kujdesemi ndaj nderit të njerëzve të dijes, se Allah i ka vlerësu, na do t'i vlerësojnë ata. Allah i ka dosht, na do t'i dojmë. Pejgamberi ka dosht dhe i ka vlerësu, edhe na i dojmë dhe i vlerësojmë. Elusmi Allahun Azza wa Jall për njerëzve të dijes të na ban. Elusmi Allahun Azza wa Jall me njerëzit e dijes në xhenet të na takon. Elusmi Allahun Azza wa Jall muslimanëve ku do në botë që janë Allahu të ndihmon, e neve me pejgamberin në xhenet të na takon. Walhamdulillahi rabbil alamin.